Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, mirëpriti në takim një delegacion të Policisë së Italisë, që kryesoi nga prefekti Alessandro Giuliano, drejtori i Qendrës Antikrimit në Departamentin e Sigurisë Publike. Vizita e prefektit pas vizitës në Rom disa ditë më parë, të drejtorit të përgjithshëm Ilir Proda dhe drejtorit të Departamentit të Policisë Kriminale Neritan Albati. Prioriteti i këtij takimi ishte diskutimi mbi hapat konkret që do të ndërmarrin në vazhdim të dyja policitë, me objektiv forcimin e luftës kundër krimit në përgjithësi dhe krimit të organizuar në veçantë. Drejtori Proda dhe prefekti Giuliano vlerësuan bashkëpunimin e shkëlqyer të deritanishëm, veçanërisht ndërmjet policive kriminale. Ky bashkëpunim ka rezultuar me krijimin e një sër skuadrash hetimore të përbashkëta, si dhe me finalizimin e operacioneve kundër trafikimit të lëndëve narkotike, për goditjen e organizatave kriminale dhe përkapjen e shtetasëve të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Drejtori Proda e siguroi prefektin Giuliano se policia e shtetit është tërësisht e angazhuar për të bashkëpunuar me partnerët mbi baza besueshmërie dhe profesionalizmi. Mëtej, prefekti Giuliano zhvilloi një takim me drejtorin e Departamentit të Policisë Kriminale, në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit, drejtuesi i lartë Neritan Albati dhe me drejtuesit e drejtorive të këtij departamenti. Gjatë takimit, prefekti vlerësoi vendosmërinë dhe kapacitetet hetimore dhe profesionale të Policisë së Shtetit, si dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim më të ngushtë dhe shkëmbim informacionesh dhe sinjalesh pa barriera.